Ne shajm Enver Hoxhën, diktator, qa si themi. Pa është i vetmi burr shqiptar që bëri shtet. I vetmi burr shteti që ka pas Shqipëria. Po ju si mendoni zotëri? A jeni dakord me këtë pjesën që po vinë shumë të huajt në Shqipëri? Po, ata kanë të drejtë të vinë. Kanë të drejtë. Po, se Po vinë nga dëshira ato, po ka një agent, ka një plan, një projekt që duhet të vinë sa më shumë të huajtu dhe të largojnë shqiptarët. Shqiptar po i largojmë ne vetë. Kush ne? Unë Ne, qitë. Po, edhe ti. Po ti pse? Ha? Po ti. Sepse Çfarë po bën ti që po i largon ne shqiptarët? bëjmë një luftë kundër shqiptar, kundër dijes, kundër arsimimit. Shtet. Ne po i bëjmë po sistemi. Ne të gjithë, edhe ti je bashk pjesëtar i këtij sistemi. Jo, ajo vota. Ta bëjmë përplasje mendimesh. Individet e kanë ndryshuar shoqërinë në zotëri, gjithmonë. Roli individit. Ju jeni dakord që të vinë të Or populli vendos, lare individi. Individi është një person. Vendos populli, mendon? Kurse populli vendos. Ma thuaj pak kur vendos populli? Kur dhe ku? Si kur? E besoni ju këtë? Këtu në Shqipëri nuk besoj se. Jo, po mirë, po flasim për Shqipërinë. A mendon ti Po e besoni? Shqipëria s'ka shtet mbas vitit 1985. E kupton? Nga Tu po. Po para nuk ka shtet. Ne shajm Enver Hoxhën. Apo jo, e shajm ne. Diktator, qa si themi. Pa është i vetmi burr shqiptar që bëri I shtet. vetmi burr shteti që ka pas Shqipëria. Pas Skënderbeut. Skënderbeu ishte tjetër epokë. Është tjetër epokë. Ne po themi në këtë epokë që jetojmë, ne. Edhe ne e shajm, e nxjerrim. Përshëndes një. Ai kishte udhëheqëse në kushtetut, kishte diktaturën e proletariatit. Vepron mbi çdo njeri. E kishte me ligjaj. Ti vret rrugës. Si të doj qefi, pse më shikon thot ai të vret. Po çfarë faj ka shteti këtu te kjo pjesë nëse dikush vret dikë, pse më shef? Çfarë ka shteti? Po. Shteti është shtylla që drejton. Njeriu do liri dhe barazi. Këto janë shtyllat e demokracisë. I kemi ne këto sot? Jo, as liri. Ti po fole, ai ti na punë, të shkatron. Ti po ishe i ditur, ai të bën manjak seksual. Të prish imazhin, figurën. Po, të kesh familje këtu, të shkatron ai. Po s'ka barazi, s'ka liri. Po s'ka barazi, s'ka liri. Për shembull, janë dy shtyllat e demokracisë. Se ne nuk e njohim, nuk lexojmë, nuk e njohim filozofinë që është demokracia. Ne nuk lexojmë se nuk duam ne apo nuk na informojnë siç duhet ato, nuk na edukojnë siç duhet. Shqiptarët kanë qef se i sundoi Turqia 500 vjet, e akoma ne jemi me turkun. E kupton, ajo na vuri me dhun fen dhe ne e pranuam, gjyshi im thoshte. Or djalë, ne u bëm musliman sepse na vun taksa, nuk e përballonim. Djem tan ikni në luftë. Luftoni, kush do ta punonte tokën? Po gjyshi ku kishte lexuar gjyshi këtë? Gjyshi im ishte oficer i zogut, oficer kufir i zogut. Po për zogun, çfarë konsiderate ke për zogun? Nuk them se njoh. Nga gjyshi për shembull që ka qenë oficer i zogut, po ka treguar gjë për zogun? Gjyshi edhe nuk fliste shumë. Ka qenë zogu intelektual adhetar i Shqipërisë? Tash si gjithë tjerë dhe ai interesat. Krahasim me Enver Hoxhën për shembull, si ai ka qenë mbret, ky ka qenë drejtues. Ai u vet shpall mbret, nuk e zgjodhi popull. E kupton, kjo është e meta. Kurse Ramën e ka zgjedh populli mbret, domethënë është në referendum. Është hera e katërt që ai është kryeminist i Shqipërisë. Mendoj që mandatin tjetër ai tjetë mbret, sultan. Mos voto, voton administrata bën 10 veta për të votuar për Ramën. Kjo është dhunë. Pra quhen zgjedhje të lira këto? Jo, është dhunë, se ti je nga puna. E kupton? Të shpresh mendimin tënd, ai të shkatëron. Nuk e pas ka bëjmë komple, pas ka bëjmë një individ. Pas e fajnë individi. Pra roli individit. Po ti pse i bashkojsh individit? Po pse? Ti e kundërshton, pse e bë? Si nuk të pyete, ke votën, vota e popullit. Ti shitesh për 1 kilogram miell atje. E kupton kush je ti? Jo, se ka me ty, nuk e ka me ty. Ti erdhe nga fshati, erdhe në qytet për të jetuar. Qa do është qyteti? Po, mos ka qenë edhe kjo qëllim që të shkatronim fshatin? Bota, vilën e bën në fshat.
vjen në qytet për të punuar, po vilën e bën fshataj, ku del pension, ja lë fëmijëve atë shtëpinë në qytet dhe kthehet. Jo, i boshatisë ti, jo, po ti. Se s'ka shkollë, s'ka spital, s'ka nuk rrim fshat. Po i kisha atërës, ishte që të rëgjim. Nuk e di që ka pa të të fjallën. Jam i transmitim. Se atërë kishe mjekti në fshat, kishe infermiere në fshat, kishe mësus në fshat. Sot e kemi në Turqi, në Gjermani, në Itali, sa e që shkojnë spital duke ne, nisë për Gjermani, nisë për Itali. Ne flasim për Grekun, shajmë Grekun. Ne shkuam Greqi, dhe na dha qersat. Ma dhe këto për bëjnë një gjotë mirë që përshesin Shqipërinë të Greku, përshesin vetin. Jo, shiko, e keni gabim. Ne gjykojmë shumë gabim. A i na dha qelsin, në 92-shin, në vitin 90. Ne e japim Chelsea sot një... Ne e kena dhënë, Chelsea tonë e kanë ata. Qa Chelsea, ti si ja jep do të Chelsea ke komshia. Kur dje ne nilim para... Ufshim, jo ishim kornizë ne ishim korniza. Ti e di që... Ka pas kornizë, jo thot vetë pak më lartë që ka pas kornizë, kone në verë ka pas kornizë, ka pas... Jo, ka pas ligje, jo kornizë. Ligje është korniza. Jo, korniza përfshin shumë gjëra brenda. Tani, o kupton, lare kornizë më vetë. A i ke pas ti në mendjen vedien tënde që ti të bie në sy shefit tonë, për shembull që shefi, këtu duhet i thosh shefe edhe një. Jo, ju vete, keni pas... E kupton. Kurse jashtë, ai të vlerëson nga puna që bën. Këtu nuk të vlerësojnë punën. Këtu të vlerësojnë sa shtyp, sa mashtron, sa gënjen. Kjo është jeta sot e shqiptarit. Atëherë çdo rrijej. Unë kisha një vajzë. Ti si ke pas marrëdhënie me shefin? Me shefin. Unë s'kam punuar 27 vjet kam qenë në Greqi. Po me shefin Greku të respekton dhe thoshte, na këto lek takojnë, na dhe kaj nga mua. Jo, i thashun, kjo është imja. Jo, thoshte ai, këto janë nga mua për punën ti që bën. Shefi sot tu nuk e njojnë fare këtë. Sot për shumë në realitetin me sa shetin në Shqipëri, këtë do më shumë shefi? Spionin, mashtrusin, lëpirsin. Sa në Prishta janë të gjitha. E kupton, s'ka të vesh ku vend, ai është blozër, nuk di. Alfën nuk di ai, nuk di të shkruaj, nuk di të lexoj. Edhe na dalin televizor dhe na flasin për hyrje në be. Si do ish në be ti? Kur ti? Si do ish be ti? Kur ti nuk deklaron pagën vjetore dhe pasurinë e patueshme, dhe pasurinë e patueshme të gjithë popullsisë. E kupton? Të gjithë popullsisë, nga Salindaj deri Saron.